إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë për ti fale dhe udhëzime, kërkojmë salavatet dhe salamet për shëndetit më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamat, gradualisht jemi në mesin e Ramazanit, ku edhe vërtetohet fjala e Zotit Madh te bareke ve teala, ayyaman ma'dudat, ditë të numëruara, ditë të shpejta. Andaj lutim Zotin e Madh xhelal xhelal që ditët e kaluara të ketë bë kabull për neve, edhe ditët që vijnë Allahut na i mundson që ti mbuloj me veprat e mira, duke kërkuar në mesin e këtyre netëve që vijnë edhe natën e Qadrit. Do të vazhdojmë me izin Allahu subhanahu wa taala në ngjarjen e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, pas përfundimit të debatit të Ibrahimit alayhi salatu wassalam me popullin e vet mbi adhurimin e idhujve, mbi adhurimin e yjeve, hanës edhe diellit, dhe dështimit të popullit të vet që të udhzohet, dhe inatit dhe fanatizmit që ata kishin për idhujt e vet. Allahu subhanahu wa taala tani një rrëfen edhe një skenë tjetër nga skenat e jetës së Ibrahimit alayhi salatu wassalam, duke na treguar se Ibrahim alayhi salatu wassalam nuk pushon, nuk i pezullon veprimtaritë e veta, nuk i ndal përpjekjet e veta për ta udhëzuar popullin e vet. Andaj në surën Al-Anbiya, surja 21 në Kur'an, kush do me përcjell me mushaf, do ta shohim me len Allahu te bareke ve teala prej ajetit 51 diku tek ajeti 73, se si Allahu subhanahu wa taala na tregon se Ibrahim alayhi salatu wassalam do të merrë një hap edhe më të guximshëm se sa vet polemika me fakte, duke i treguar se ylli nuk është Zot, e as hana nuk është Zot, e as dielli nuk është Zot, madje krejt këto çka ju i adhuroni janë krijesa të Zotit. Domethënë ju idhujt i keni kriju prej gurit, e guri jo krijesë e Zotit. Andaj do të shohim sot me len Allahu te bareke ve teala disa prej skenave të reja, të cilat Allahu subhanahu wa taala na i rrëfen neve për ta vërtetuar atë se Ibrahim alayhi salatu wassalam vetë vërtet është baba i pejgamberëve, nga se ka bërë veprimtari dhe ka bërë punë dhe ka bërë përpjekje të cilat nuk i ka bërë asnjë prej pejgamberëve më herët, përveç Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili e ka bërë atë çka e ka bërë Ibrahim alayhi salatu wassalam, edhe ka bërë edhe më tepër. Në surën Al-Anbiya, surja e pejgamberëve, ku janë të përmendur 16 pejgamber. Në mesin e këtij pejgamberëve që i përmend Zoti në këtë sure, kreti përmend shkurt, përveç Ibrahimit alayhi salatu wassalam, e merr edhe e rrëfen gjatë. Do ta shohim sot me lein Allahu te bareke ve teala se çfarë ka përmend Zoti jon te bareke ve teala në këtë sure. Thot Zoti jon xhelel xhelalu në surën Al-Anbiya ajeti 51: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa laqad atayna Ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin, idh qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun, qalu wajadna aba'ana laha abidin, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Sadaqallahu al-azim. Të vërtetën e ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Thot Zoti jon xhelel xhelalu, wa laqad atayna Ibrahima rushdahu. Ne Ibrahimit ja kemi dhënë rushdahu. Çka është rusht? Rusht, të nderuar xhamat, është pjekuri, udhëzim dhe gjetje e çdo veprës në majën më të përsosur të saj. Pra çdo njeri i cili e bën punën çashtu që i duhet, me udhëzim të plot, me pjekuri të plot, që i ka hije me e bë çat vepër në çat mosh, kësa i thonë rusht. Qoftë ajo fizike, nëse duhet me pas trup, qoftë ajo shpirtërore, që të ketë mëshirë, të ketë dëmshuri, qoftë ajo mendore, duke e ditë se që kjo është më e mira punë, që sa i thonë rusht. Andaj Allahu subhanahu wa taala kur e lavdron Ibrahimin alayhi salatu wasalam, çfarë thot? Ne Ibrahimin pis voglim e kemi udhëzuar, pis voglim e kemi pjek. Shikoj Ibrahimi alayhi salatu wasalam, nga mosha nër 15 vjet ka diskutuar për çështje të mëdha, ka diskutuar për çështje të cilat njerëzit në kohën tonë luajnë.
Dhe jo rastisht pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i ka ndodhur që njëjta gjëra i bën edhe ai vet. Muhamedi alayhi salatu wassalam prin zvoglim i ka ndodhur mrekulli dhe i ka ndodhur të menduar dhe përsiatjet që të cilat e kanë dërguar në çfarë? Në mbyllje në shpellën Hira. Pse? Sepse e ka mundu gjendja popullit vet. Që ka du kur gjo mirë, duke ja dhuru idhujt, duke ja dhuru puta e kështu me radhë. Andaj ti e gjen për shembull pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur e ka pranuar Aliu radhiyallahu anhu Islamin. Apo ka qenë shumë i vogël. Ka qenë shumë i vogël dhe i ka fol për çfarë? I ka fol për Islamin edhe tauhidin edhe të kundërtën e shirkut. Ndërkohë që Allah e kena problemin me Robloxa. Fëmija jot Allah me na fëmijët ton mirën me lojra. Ndërkohë që Ibrahimi alayhis salam qish i vogël, apo po nëse do dikush kjo ka pejgamber. Aliu s'ka pejgamber. Djali i Haxhës pejgamberit alayhis salam 7-8 vjet i ka fol pejgamberi alayhis salam për njësimin e Zotit. Ka thonë duhet me besu Allahun një, duhet me adhuru Allahun një, dhe putat nuk janë ato që meritojnë adhurim. Dhe i ka treguar konkretisht, madje kanë shku natën dhe kanë thënë put për t'ia mbjell në shpirt Aliut radhiyallahu an pejgamberi alayhis salam se ajo që meriton veprimtari është veç kush? Është veç haki Allahu xhelel xhelalu. Këtë të tjera janë kot. Por këtë arsye të ndërum xhamat, Kur'ani i vet theks të veçantë hakit Zotit, edhe krejt ato haket të cilat ja kanë imponuar idhujve ato nuk i meritojnë. Andaj dëgjoj çka thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa laqad atayna Ibrahima rushda." Ne kemi pjek Ibrahimin, e kemi udhëzu Ibrahimin, e kemi bërë të përsosur Ibrahimin alayhis salam. Çfarë kanë thënë dietarët? Pjekuria e parë çfarë është? Se ai ka diskutuar tema të mëdha duke qenë i vogël, me fakte, me argumente. Dhe këtë djalë Allahu xhela ban pejgamber. Dhe pasi e ban pejgamber këtu na rrëfen çfarë ka bë? Si ka thyje idhujt e tyre? Ka shku idhujt të mëdhoj, idhuj prej gurit, idhuj prej argjendi, idhuj prej altani, lloj metode kanë përdor vetëm për ta zmadhu idhullin që t'i bëjnë ibadet. Thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa laqad atayna Ibrahima rushdahu min qablu." Çish harët? Çka i bie çish harët? Çish zvoglim? Çish në zvoglim Allahu subhanahu wa taala e ka udhëzu Ibrahimin alayhis salatu wassalam. "Wa kunna bihi alimin." Dhe ne e dim çka ka bëu Ibrahim alayhis salatu wassalam. Ne e kemi përcjell Ibrahimin alayhis salatu wassalam. Ne e dim sa i meriton atë që ja kena dhënë, sepse Zoti i Madh te bareke ve teala të ndëruar xhamat begatit i ndan në bazë meritave, jo në bazë pretendimeve. Cili pineve s'kish pas shef me kanë pozitën e Imam Malikut, me kanë Abu Hanifja. Cili s'kish pas shef? A di çfarë pozitë e madhe është ajo? Cili pineve s'kish pas shef me pas dost pejgamberin alayhis salatu wassalam dhe me kanë sahabi? A di çfarë ndëre është ajo? Thot Ibn Hajar al-Asqalani, 5 minuta me pasnejt me pejgamberin alayhis salatu wassalam, duke qenë musliman, edhe me pa mesi, edhe me besue, edhe me vdek i llogaritës sahabe. Ringjallës kohën në ditën e Kiametit me shokët e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Mirë se thot dikush, pse Zoti neve s'ta ka bëu sahabi se meritojnë. Atë çka thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa kunna bihi alimin." Ne kemi ditë kush është Ibrahimi, ne kena kriju Ibrahimin. Andaj të ndërum xhamat, te Allahu subhanahu wa taala vlerat, pozitat, statuset merren me merit, nuk merren me dhunë. Nuk merren me dhunë, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam. Allahu e jep me butësi atë çka sa jep me dhunë. Ti e ke pa edhe me njerëzit. Nëse sillesh me brutalitet, nëse sillesh me agresori, s'un merr diçka. Me fëmijën tan, sa dush mi bërtit, në fund prap dush me çu me çetsume. Për këtë arsye të ndërum xhamat, duhet mësohemi që të Zotit t'i lipim çfarë? Gjërat të cilat ai e din se neve na takojnë. Edhe na jep çato dhe të mësohemi mos të kërkojmë atë çka s'na takon, sepse ne him pastaj në labirinte, him zili. Andaj ti shef lot për njerëzve për shembull, nëse e shet dikan më të pasur se vetja, më të ditshëm se vetja, çfarë bën? E kap zilia. Zilia çfarë është të ndërum xhamat? Zilia konflikt me Zotin tërthorrazi. Sepse fundi i fundit kretë begatit që ka njëri mundet me e shqetsu të tjetri, a i Zoti ja ka dhonë. Allahu gjele ja ka dhonë. Që i bije qëfar, njëri ju së ndel kërshi Allah i dretë për dhe që ka banë, mirët me robin. Apo, ama shpitja shumë e thjesht. Nëse s'kish dasht Allahu, a e kish pas? Jo, kaq. Thjeshta janë gjërat të ndërum gjëmat. Që ishtë Sheikhul Islamu Tejmi, rahimehullahu teala, problemet janë diloje. Këtë problemet e botës janë diloje. Qofshin ato teorike, qoftë ato praktike. Problemet janë diloje. Problemet që zgjidhen
edhe problemet që nuk zgjidhen. Ja, këtë punë të tua, çka i keni jetë, këtë kapitulli jot. Apo njerëz thonë, kam telashe, kam probleme, kam sprova. Në rregull, sprovat e tua janë dy lloje. O është e zgjidhshme ai problem, o nuk zgjidhet. Thotë Sheikhul Islam Utaimi rahimahullahu taala. Por problemin çka nuk zgjidhet, mos u shqetëso. Hiç mos e ke gale se nuk zgjidhet ajo punë. Apo ajo çka nuk zgjidhet ti s'ke nevojë çka galosësh. Apo e tash shumica e njerëzve me cilën pjesë mirën, me atë çka nuk zgjidhet, me atë çka nuk mundet me zgjidh. Edhe një pjesë tjetër çka zgjidhet. Ajo çka zgjidhet nuk ka nevojë më shqetësu se zgjidhet ajo. Ajo çka ka mundësi me atë Chelsin, s'ka nevojë më morakos se zgjidhet. Për këtë arsye thot Allahu subhanahu wa taala, ne kemi udhëzuar Ibrahimin që shharët se e kemi ditë kush është Ibrahim alayhis salam. Argument do ta shohim historinë, do ta shohim detale, do ta shohim se çfarë ballavaçimi me popullin e vet ban Ibrahimi alayhis salatu wassalam. Fjala udhëzim, rusht, pjekuri me këtë shprehje rusht ka ardhur në Kur'an të ndëruar xhamat dy forma. Forma e parë cila? Forma e parë është për udhëzimin. Për udhëzimin. Pra kur njeriu pjekët edhe di edhe është i përsosur. Kjo është forma e parë që ka ardhur në Kur'an. Edhe tjetra ka ardhur në Kur'an për njeriu kur e mrin pjekurien. Kur njeriu e mrin pjekurien, çfarë i bie? Do të është i vogël, edhe hin bilik, edhe fillon mi dallu gjërat, edhe kësaj i thënë pjekuri. Për cilën e ka për qëllim Allahu subhanahu wa taala këtu? E ka për qëllim pjekurien për te biligit. Më nuk e ka për qëllim ka im bilik, shta sikur që i thënë djalit i boj madh mot, tash i kije përgjithësi mbi veten tënde. Jo. Këtu e ka për qëllim Allahu subhanahu wa taala për Ibrahimin alayhis salam, se Ibrahimit ja kemi dhënë pjekurien çish i vogël, pra ka ditë gjëra të cilat nuk i dinë njerëzit zakonshëm. Ka ditë gjëra të cilat njerëzit nuk i dinë në të zakonshmën e vet. Çka ka ndodhur tani në skenën e radhës, çka e tregon Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu jalla jalalu, idh qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun. Shikoj të ndërrum xhama, prap ka nisë te baba. Të parën herë nisi, çuçi nisi Ibrahimin, sura Maryam. Dialogun e parë kundër shirkut me kanë bani me babën e vet. Edhe veç ai edhe baba, sura Maryam. Sura Al-An'am, debati i dytë. Çka bani? I tha babës vet, idh qala li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha. O i tha babës vet. Këtu nuk i tha o baba jam, për çfarë arsye? Sepse ishte duke drejtuar dhe popullit. Ishte duke drejtuar dhe popullit dhe çështja ishte shumë serioze. Andaj çka i tha kur i tha babës vet? Njëjtë këtu, para se me thi idhujt, çfarë ka bë? I ka drejtuar babës vet. Ka thonë dietarët, pse gjithmonë e niste me babën para se me kalu te populli? Ha. Që mos ti thoje dikush ti më ndajdosh hajrin mas parja ka të babës tan. Ha? Andaj ka thonë që babës tan pikë zëlia. Që mos i thoje dikush ti me kanë që ti je në udhë drejt, ti mos parja e udhzon babën tan, ti e drejton babën tan. Andaj çfarë ka thonë? Idh qala li abihi. Ai edhe babës i drejtu. Ama a ka Ibrahim alayhis salam çelsin e zemrës njerit? Jo. Ibrahim alayhis salam mundet me komuniku, mundet me dëftu, mundet me rrëfy, mundet me të kallzu çikneçane, ama ti dush me hec. Apo hoxha mundet me të kallzu çish bëhet vepra, po ti e ban. Ai mundet me të udhëzue, ama ti e ban. Doktori të kallzon çdo dush mi pije, në këtë mënyrë, ama ti dush me net gati ilaçit tan. Për këtë arsye Ibrahim alayhis salam s'ka dorë në zemrën e njerit, por çfarë ka dorë? Ka dorë në udhëzimin e tij teorik edhe shembulltir me kon. Andaj çka tha? Idh qala li abihi, i tha babës vet. Për këtë arsye ndërum kjo është një dobi për neve xhamatin, për këtë musliman, që thirrjet tona për mirësi, për islam, për tauhid, për mbarësi, ti fillojmë nga familjet tona. Nisja që ati pite rrethi ngusht, aty kallzoju një herë, aty drejtoju një herë, me mundësit e tua. Nuk mund është ti me bëhe, nuk e ki qelsin magjik, as nuk e ki qelsin e udhëzimit, as nuk e ki shkopin e Musait alayhis salam. Mirë po, jo ti me kalue nga familje, këto zdreqen, apo ka provuar një ditë zdreqen këto. Kushtak, shiko Ibrahim alayhis salam, idh qala li abihi ya abati, fillim o baba. Pastaj prap kur dul te populli për me diskutu me yt, pika ja nisi pite baba. Tash këtu do mi thi putat. Edhe pse do mi thi një herë putat në zemër, se Ibrahim alayhis salam e ka ditë se ai put me net 1 milion veç aty kur çdo dobi s'ban. As dam nuk ban, por ai me thymjen e putave të jashtëm, ai do mi thi putat e mbrëmshëm, jo rastësisht njëri ja u kalon. Madje e kalon më të madhin. Që do ta shohim me lein Allahu te bareke ve teala. Çfarë i ka thënë?
idh qala li abihi wa qaumihi, i tha babës vet edhe popullit vet, sepse baba vet edhe ka pas pozit në popullin e vet, për shkak se ka qenë gdhendës edhe kalic edhe vizatus i kujna, i butave. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashaddu an-nasi adhaban yawm al-qiyamah, njerëzit me dënimin më të rëndë ditën e Kiametit, cilët janë el-musawwirun, ata që vizatojnë puta. Ata që vizatojnë puta, musawwir, e vizaton. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë prej haditheve të tij i ka çortuar njerëz të cilët pikturojnë, e ka për qëllim këtu pikturën, jo siretin, çavan siret me telefon, jo, po e ka për qëllim siretin i cili vizatohet pastaj edhe ai madhnohet. Apo, andaj sa prej njerëzve për shembull në të kaluarën, po ka edhe shumë prej sot, e kanë numër për shembull në siret dikun, apo edhe mosanin me hek tutët, jo më lele çatë, apo amsu edhe shejtani ja ban, thot me bë me hek, ndodh ndonjë keqe. Kjo është kjo problemi i madh. Andaj pejgamberi sa më kam shu kësaj na pin rraj. Mas keq që kanë ditën e Kiametit, dhe ju thot Allahu subhanahu wa taala ditën e Kiametit, këtyre të cilët kanë pikturuar skulptura, çka ju thot? Japnu shpirt. A e ke vizatu po? A e ke ndrysh po? Hajde jap shpirt. Ai s'ni jap shpirt. Apo, a bëhet kjo punë me të frymën tënde? Jo. E çka ka bë? Thot kur si japin shpirt, Allahu thot ini xhenam. Allah na nga xhenemi ya rabbul alamin. Thot Allahu subhanahu wa taala, çka i tha popullit vet edhe babës vet? Tha, ma hadhihi tamathil. Tamathil të ndëruar xhamat është shumë si fjalës timthal. Timthal është një sen që vizatohet në kopjen e një seni tjetër. Çka është timthal? Është gdhendje, kalitje e një diçkaje në bazë të formimit tjetër. Domethënë ti e kije çto mikrofonin. Ky mikrofon një herë u ka vizatuar në flet, e ka vizatuar diku që çto duket, pastaj e ka marrë plastikën dhe e ka bëë mbas asaj vizatimi çka ka këtu. Inxhinieri për shembull, arkitekti e çet një herë objektin fletore, e çet një herë kompjuter, edhe thot, atë put pëlqen çështu po, çështu kena me ta bëë edhe për jashtë. Apo, çka është timthal? Timthal është mbas shembullit shkruar e bëjmë edhe praktik. A ata çka kanë bëu të ndërum xhamat? I kanë paramenu zotat me krijen e vet, si ylli, si dielli, si hana, e kanë paramenu shpirti i madh çish duket, edhe çka ka bë, ai me krijen e vet, ai piktori, edhe ai gdhenci ka thënë çështu, edhe e ka punu gurin, e ka ngjiz, e ka tha, edhe ka thënë çeko zoti. Apo, adhuron e këta. Si të adhuroni këta, mësanena fitoni edhe në qiell. Kjo është temathil. Atëre ka shku Ibrahim a.s. edhe ju ka thonë çfarë? Ka thonë, ma hadhihi temathil allati antum laha akifun. Çka është akifun? Ka shku ka nejt njeri para putit me sahat të tëra. Apo, deri sa aj je ka murmenja se mo puti u knaq. Kur të knaqët puti, sa i s'fol. Apo, por shembull Allahu subhanahu wa taala të ndërum xhamat, çka fejen çka bona. Na falmi 5 kohë namaz. E kemi agjërimin. Çfarë jemi në agjërim? Inshallah Allah na bë qabul. Pinim sak deri në iftar, deri në perëndim diellit. Do vonë kemi të limituar. Çdo ibadet ka fillim dhe mbarim. Dhe e dim me shenja të qarta kur e nismi, kur e sosmi. Apo, merr tekbir, cili namazit e fal sabahit. Tamam, mas 2 rekate jep selam. Cili namazit e fal drekën, 4 rekate, 4 din jep selam. Apo, i gjindien 4 din jep selam. Me unë ngatru mi fal 5, i kthen 4, e plotson me servisisht. Apo, tu kanë ngatru 3, e plotson e ban 4. Në rregull. E nisën syfir, perëndon dielli edhe e nal. 7 herë ban tavaf, 7 herë ban sa'i, Safa Marwa, edhe çfarë? E din sakt, çtu, me numra, shumë saktë. Zakati është 1/40. E ki pasurinë, e ka mrin nisabin, ka flet në vjet, kapitali është i vlefshëm për zakat, çka ban pjesën për 40. 39 ndima, një jep. A ka të paqartu jo? Po problemi këto ku e kanë pas? E kanë u putin e madhaj, edhe tash për shembull ka shku me adhuruar. Po çish me ditë për shembull ky gjunai apo i mjeri, çish sa di e ki që bollmo. U sos mo falja, s'ka mo. S'ka, çka ka bë? Tash për shembull njëri ka nejt në sahat. Atë ti ka thonë, me bë mu të i dhnuaj, sa tu dash me nejt vesh në sahat, 2 sahat do të me nejt. Po çish me zbuluve na, s'e kis fol. Andaj Ibrahim a.s. ku ju shkojë mi thi, çka thon? Ju thot malekum la tantiqun. Pse s'folni ju? Në ironi. Po pse s'fol? Hajt fol. Po Allahu subhanahu wa taala të ndërum xhamat, i ka ironizu dhe Ibrahim a.s. çka ka thon? Ma hadhihi tamathil. Çu shëriti këtu me sahat.
Kur e di që du të mësos, pastaj ka nue limitet veta. Për shembull, kush rri 1 sahat që kaç fiton, kush rri 2 sahat që kaç fiton, kush rri 3 sahat, 10 sahat, apo edhe ka pas njerëz të cilët për shembull janë kandidu, ka thonë, unë du me ne 24 orë këto, hizmeçar. Veç i la i fshin, apo. Atë të ndërum xhamat. Ne si musliman, duhet ta kuptojmë për sosmorinë e Islamit kur e qesmi kërshi shirkut. Andaj ka thonë poeti, me të kundërtat dijen të kundërtat. A e ki pa ti kur të be gripi, edhe ti për temperatura 40, e bashkë që atër ti e mërvesh ka mu ka një shëndetshëm. Se ta shpëshim, alhamdulillah, je i shëndetshëm, mirë, apo. Dhe kitë me cilat qënë që tërkun, kitë gale që tërkun, të bjen temperatura 40, apo, janë istu të likështu trupi, plukështu, krejt kapin ato lodhjet, qëfar thue, shumë mirë ka në mkon. Me të kundërtat bëhen qartë kundërtat. A e kupton ti sa e qartë është kur ti adhuron Zotin e Madh Xhelel Xhelalu, kur e adhuron. E nëse thot dikush të ndërum xhamat, po dhe na e kena qapën. Edhe është një lloj vizatimi, çfarë themi? Jo. Sepse asnjë prej muslimanëve nuk e adhuron qapën. Ja xhamia është shtëpia e Allahit. Xhamia është shtëpia e Allahit. Mirë. Kto kanë mendu se merxu Putin, erzove Zotin. Cili është besimi i muslimanëve? Merxu xhamiën? E ki gjurë xhamiën, murat i kërzu. Apo Allahu subhanahu wa taala nuk prej këtë ndërum xhamat. Allahu xhelel xhelaluhu është për te imagjinatës njerit, jo me prek. Ti s'u paramenon. E kanë vetë Imam Ebu Hanifën rahimahullahu taala, ka thënë çish me nal vezvesën kur na vjen krije se Allah i duket çështu dhe çështu. Siç edhe njëri vjen këtë ndërum xhamat, se na besojmë Zotin. Edhe Allahu subhanahu wa taala apo na ka dhënë imagjinat. Perceptori jon, mendja jon krijon vizatim. A mos duket çështu? A mos duket çështu? Ti e paramenon i madh, apo i lartë ekstomerat. Edhe ka ardhur njëri ka vetë Ebu Hanifën, ky njeri i cili ka qenë imam, që ka thënë Imam Maliku, ki me dash me të bind se e zeza e bardh të bind. Dhe ti thu, tamam, u binda që të kundërtan. Ka thënë, po çfarë thu që ki njeri të kallzon për vërtetë çështu çësha. Edhe kanë ardhur kanë vetë Imam Ebu Hanifa rahimahullahu taala, ka thënë, na vin mendime për Zotin, duket çështu, mos duket çështu. Ka thënë, çish me enal kët. Mos të hin gjuna. Njëri mund me hin gjuna. E paramenon Zotin ti çishaj, nuk ka çashtu. Çka ka thënë Ebu Hanifa? Çdo syrat që të vjen për Allahin, Allahi sa çashtu. Ma e merr rregull. Çdo fotografi, çdo vizatim krije, çka të vjen për Allahin, Allahi nuk ka çashtu. Edhe rahatojo. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, "Laysa kamithlihi shay." Kur gjë nuk ka si Allahi. Apo, keni pa ti i thu fëmijës, "Këshire këtu te libra se ta ka dhënë në shkollë, vizatoje këtu." Apo? E këshir modelin e ban. A ki ba aeroplanin? Ku e kanë marrë aeroplanin? Pizogit. A ki ba piloti kur he ati 100.000 komplikime i ka për me fluturu e disa hat. Këta zogi ka hazër, hiç, Allahu gjëja ka dhënë. Apo? Po këta syje, çdo send që ka bëhet prej teknikës o shembulli të kafshët. Pa tjetër me pas një shembull. Kerrat më të ri sot, me çka ja matin takatin? Me fuqi kali. Thot i ka kaç fuqi kuaj. Hajt dil pikalit ja thot, se mora me mat me diçka. Dinartë dhe dirhemi me çka matët? Eurot, njani thot, për para me altan. Se sot me çka matën? Për para me altan, e sot me çka matën? Për euroja dhe dolari dhe frangi, apo që ju kanë hi njerëzve në zemra, Allah na pastrof zemrat tona ya Rabbul Alamin. Me çka matët? Me vlerën e saj në bank. E banka me çka e mat? Me ari. Ari e mat ata. Sa të shkojë vlera, çashtu i shkon monedhës, apo a ti qka kije në letër në realitet? Ti ki një kopje të vlerës së bazuar në ari. Pra, qka i thojnë, kush e kam su e din? Ato janë letra me vlerë. Letra, a i printon fabrika. E printon. Ajo në vetë veti s'ka vlerë. Andaj ti e merë letrën, dolarin, euron, dhe shkon e blenë materialin. Pse? Sepse ti e paramenon thot, sa e ka që këtë 200 euro. Ju pajtoheni për një vlerë e cila është e bazume në altan. Po këtu për mos me mor altanin me veti, thu që letrat e kombim altanin atje. Që kjo është të ndërum xhamat. Andaj nuk ka mundësi njeri me dal pi shembullit. Andaj çka tha Ebu Hanifa rahimahullah, tha nëse të vjen sireti për Allahin ta di se nuk ka çashtu. Mirë, me marr 1 milion sireta, tut 1 milion atë çashtu Allahu xhelel xhelalu. E këto i kanë siretat e zotave vet vizatum. Kjo e ka vizatu. Çu ka tek, çashtu e ka vizatu. Thot Allahu subhanahu wa taala, thot Ibrahim alayhis salatu wasalam, "Ma hadhihi at-tamathil." Çfarë janë këto gurzi? Çish me këto gurzi ju rrini, çikush e ka thënë, "Entum laha akifun."
kanë boj itikaf, kanet, veç kanet. Apo, se realisht edhe mushriku s'di çka me bë. Rre e këshir putin, një hari duket nervoz. Mos ani thot si tu kesh më duka. Mos ani duket si tu kajt, a mos e idhnova be? Apo, prej kurban. Çka tham? Kan prej fëmijë për kurbanin. Fëmijën e ka prej. I kanë prej qikat e bukura. Apo, e kanë pas tradit. Edhe egjiptianët e vjetër, kur ka pas thatësia të mëdha, apo ka dal pi shtratit lumi, që kanë thënë, merr në vajzën më të bukur, banë kurban gjujen Nil mite. Pse? Nashta mos po qetësohen zotat. Hasha wa kella. Po këtë arsye të ndërum xhamat, Allahu jo rastësisht në historinë e Ibrahimit alayhis salam e ka sjell urdhrin për ta pre Ismailin, pastaj ka pengue për të treguar çfarë, se është absurditet që të lejohet në sheriat prehet fëmia. Por e ka pru veç për test Ibrahimit alayhis salam. Andaj thikës i ka thonë ti mos prej. Ti mos prej. Apo për të na treguar Allahu gjë se nëse ti e drejton zemrën thika s'pret, nuk pret thika. Ama nëse ti zemrën e ki të prisht, së ndrejtojnë thikat e botës. Kur kush së ndrejton? A nëse e ki zemrën e pastër, Allah e ndron ligjin e thikës, sikur që ta ndroje ligjin e zarmit, kur të ta gjujnë zarm. Se këto s'kan më argumente, s'kan që kam i thonë, a është ka thonë, harriku, djegëve. E do shumë qëfar djekë me kanë mi bo Ibrahimit alayhis salam. A dhe qëka i tha Ibrahim alayhis salam? Që shirini be këtë në gurave kështu? Asë nuk folin këto. Ju vetë komentoni, ju mos më duke qështu, mos më duke qështu. Thot Ibrahim alayhis salam, entum leha akifun. Ju rini këtinve gati me sahat të tëra i bani ibadet. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, qalu. Ata thanë, që ju thanë? Qalu, wajadna aba'ana leha abidin. Çfarë gjevabi, çfarë argumenti kanë? Argumenti këtëre të ndëruar në xhamat është një argument veç. Cili është argumenti? Po baballarët e tonë çdo kanë bë? Wajadna aba'ana. Ne i kemi gjetë baballarët e tonë. Ata sa kit gabim ato. Kit baballarët gabim ti erdhe. A është kjo argument të ndëruar në xhamat? A është argument kjo? Jo, nuk është argument. Thot Ibn Abdul Barr, Yusuf Ibn Abdul Barr, dietar për dietarëve të mëdhej të Spanjës. Thot me pajtimin e gjithë dietarëve të muslimanëve, ai i cili e ndjek tjetrin verbërisht nuk i konsiderohet fjala me vlerë. Që do më thonë, nëse dikush thot, për shembull, e ka një mendim, një qasje, një përfundim, një dispozit, edhe ti i thu, ku e more këtë? Thot, ma dha filani. Do më thonë, ti s'mirët fjala, shkëm të filani. A e kuptohe? Do më thonë, ti për shumë për muslimanëve, ti për shumë i falë 5 vakt namaz. Ti e di se 5 vakt Allahu xhallahu ka bë namaz. Apo edhe njëri thot, ku shkruan 5 vakt namaz? Cëllin ajet, ti thu, po se di për ta vetë hoxha. Do më thonë ti s'mirët fjala, shkëm të hoxha. A e kuptove? Thot Ibn Abdul Barri, janë pajtu këtu ulemat. Jo këtu pari, njëri thot unë jam pajtu valla. Jo se ka për qëllim ti. Janë pajtu dietarët e muslimanëve se njeri i cili thot unë nuk e di ku argumenti, ai tjetri e di, ti pra nuk kemi të bëjmë me ti. Ata shkojmë taj tjetri. Apo, por shembull se njëri thot, kur po thuni ju ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo apo janë do e ki po thot, ti ki kanet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thosë e pas kaninje ki. Këto janë njerëzit vopek, cek. Apo çka ka thon Zoti, çka ka kriju, inshallah Zoti e fal. Apo, zot më mor me këto. Po nëse do dikush, po ku keni argument? Kemi Bukhariun, kemi Muslimin, kemi Abu Davudin, kemi Tirmidhiun, kemi Ibn Majah, kemi Muhammedin, kemi Nesaiun, kemi dietar Tayalasin, kemi dietar të mëdhtë të muslimanëve. Çka kanë bërë të ndërum xhamat? Këta e kanë marrë, e kanë studiuar hadithin e pejgamberit alayhis salam, njëri për njëri. Çiki bicitina. Apo, për shembull e kiti Imam Malikun. Imam Maliku ka jetuar në Medinë. Apo, edhe ky Imam Maliku e ka pas një hoxh, i cili është quajtur Nafi'. Apo, te ky ka mësuar Imam Maliku, rahimahullahu, edhe pikti ka marrë hadithin. Çiki Nafiu, ku e ka marrë hadithin? Te Abdullah ibn Umeri, shoku i pejgamberit alayhis salam. Abdullah ibn Umeri, pikujt e ka marrë? Prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që sa i thonë zinxhir. Andaj kemi këti, nëse ti nuk e di e di ai drejt e pejgamberit alayhis salam. Mushafi të ndërum xhamat. Apo, çiki mushaf. Kjo mushafi mrena Kur'anit. Mushafi thonë letrës. Apo, andaj për shembull, dietar kanë leju mu betue në Kur'an e nuk kanë leju mu betue në mushaf. Sepse betimi në Kur'an është betim në Zotin e Madh, ndërsa betimi në mushaf është betim në letër. Andaj na thonë pasha Kur'anin, nuk thonë pasha mushafin. Se mushafi janë ç'kjo. Këta e ka prodhue
printeri, a Kur'anin e ka zbrit Allahu subhanahu wa taala. E tani, çish kanë ardhur çto ajete na çka lexojna? Kanë ardhur i thonë rruga mutawatir. Mutawatir. Çka i bie mutawatir? Mbi 120.000 sahabe tabiinve ja u kanë lexuar çiket Kur'an në harf. Këto 120.000 sahabe ja u kanë përcjell mbi 300-400.000 tabiin Kur'anin. Tu shkue ka ardhur deri sot me miliona musliman e lexojnë harfçat njëjtën. A e kuptove? Do më thonë, kësa i thonë ilmi i zinxhirit. Zinxhiro kjo. Apo, zinxhir. Një mas një dërë të pejgamberi alayhi salatu wassalam. Andaj çka ju tha? Çka i than populli Ibrahimit alayhi salatu wassalam? Pse pi adhuroni idhujt? Pse gurin? Pse dillin? Pse hanën? Pse yllin? Po tha baballar çështu na kanë thonë. Baballar. Na baballar të doni kena çështu, o dhe na peçojna çështu. Nuk kena argument. Të ndërum xhamat, ta kishin pas një kokër të vogël argumenti. Jashtë fjalës kanë thënë baballar ton e kishin përmend. A kuptove? Ta kishin pas, sikur Muhamedi alayhi salatu wassalam, që i zbritëshin ajete, duke qenë ai gjallë, fa'tu bi suratin min mithli. Si t'ju vjen që ki Kur'an se nuk ka pi Allahit, bene ju një gjajshëm Kur'ani be. Apo? E ma leje shpatën të njerë, leje bere një Kur'an. Ato të gjëna në të vrasna, ma se na të fullna për të vrasme, se fullin na pa kush ka në vrajti. E dim shash kush ka në ka vra. Ama mos vim dhe të vrasja. Çka i tha pejgamberi alayhi salatu wassalam? Po hajde ti banë një Kur'an, po jo nësën e baj. Po unë po ta jap mundësien me mërxu me një llaf, ti po thu nësën ndërxoj me llaf, po du të mërxu me shpatë. Pse me shpatë kur kon mundesh me llaf? Çka i tha Allahu xhelel xhelalu? Fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum. Dhe thirrni me mbledhën këtë njerëzit. Sikur që Ibrahim alayhis salam ka dash me dal para këtë njerëzve. Ka dal këtë njerëzit tanin. Thirrni këtë njerëzit edhe thuj: "O Muhammed alayhis salam, çka po thuti Kur'an? Çe nisoj?" Një. Biliu ka thonë një ajet. Një ajet bere nisoj. Apo të ndërum xhamat, kjo ndodh shumë shpesh në Kur'an, ama ata nuk e kanë menuar këtë punë. Allahu xhelala tu kon gjallë Ebu Lehebi. E ka zbit Kur'anin. Tabbet yada abi lahabin wa tab. Mallkuar qoft Ebu Lehebi, ai mo u ka mallkuar. Ai kur në islam mos në. Shumë lehtë ka pas be Ebu Lehebi me rrezu islamin. Shumë lehtë ka pas. Çish e kish zue? Çka po thot Muhamedi alayhi salatu wassalam? Po thot o Ebu Leheb kur s'ki mu bati musliman. Pi sot musliman jam. Çe Kur'ani dul në rrein. A dul në rrein. Ama hajde thuje. Po jo se Aisha ka kriju Ebu Lehebin, ka thonë sun thuma, u kriki mua vetëm shel kapitulli. A kuptove? Andaj këta vetëm kanë shkue, kanë thonë baballarët e tonë. Po a kina i fakt tjetër? Jo s'kan fakt tjetër. Çka kanë thonë? Qalu wajadna aba'ana. Baballarët i kena gjetë çështu. Dhe të ndërum xhamat, shikon kur ta lexonin Kur'an, kush e ka mësuar me tajvid, çish lexon? Qalu wajadna aba'ana. Deri në gjashtë e ngrizanodhën. Po çfarë shije sa ato janë krenuar? Baba, oti, baballarët e tonë, apo keni pa do thot, ka thënë baba jam. Të më kishte pas pejgamberi ai babën e vet. Ka thënë baba jam. Po ti duhet të bëj fakte, o vëlla. Të bën baba jot se ka thënë nuk do shamë bazë ka thënë baba jot. Çfarë bën? Po ti mundesh me mbledh 20 baballarë, edhe shamë bash tash. E mundim 200 me mbledh, 20.000 mbledh. S'kem çka bëjmë vëlla. Nuk kem çka bëjmë babën. Respekt për baballarët. Ama fakti o fakti tjetër çka? Ja Ibrahimi e ka respektu babën e vet. Po s'ni shkon tash, unë shkoj idhull se baba po thata. Jo. Ne i shkojmë të vërtetës pas të ndërum xhamat, edhe i respektojmë ata që i kemi familje, ama jo mi shkuet kotës. Unë s'më me bë gjuna, pse thot baba, ka ardhur një gruaj te pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ka thonë ja Rasulullah, nana po më thot me bë gjuna. Prindi i ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk ban me ngue krijesën kur ta kundërshtosh krijuesin. Se funit nan ta ka bë Zoti atë. E çishti për shembull Zoti xhelel xhelalu, ta ka bë atë nan ti e kundërshton Zotin i cili ta ka bën nanën kundër Zotit. A ki qartë? Të ndërum xhamat, do gjëra janë shumë qartë në fen Allahu subhanahu wa taala. Andaj çka than? Qalu wajadna aba'ana, baba, edhe plus jo ne. Shumë baballar. A kit baballar gabema? Vesh ti Ibrahim, ti veç mirë kia. Apo. Andaj të ndërum xhamat, historia nuk matet aty por aty më në mend këta. Të vërtetat shifën kur shtrihen. Apo. Ti e marr një libër me lexue, edhe faqet e para thu kur gjons pas kanë ta. Ka dalë se i ka 800. Në fund e marrësh. Apo, e keni pa kur nisin filmat, se shumica jon faktikisht brezi jon nuk po lexoj libra, inshallah Allahu na uzon nga e mira. Mirë po i morëm disa shembuj me filma se i keni më të afërt, apo. Por shem kush e don me romana e ka let me kuptue. Romanat nisen sa hart klavit. Apo, kur Johnson marrësh në fillim. Po tu shku
qartësohet, tu shku qartësohet. Edhe filmat, ai sa më dramatik, sa më emocional, sa më skenaristi i fortë, çka ban? Ti a ki ban fillim kush os marrësh. Ama çka e ki bindje si në fund qartësohen. Ibrahim a.s. njerë ke vetë, apo? Vetë, kene umme, një. Ama sot na, kur e lezojna Ibrahim a.s. Cëllin ti e kesh? Këtu i ki e një popull të tërë, këtu i ki një njeri. Ti thu, a budalve janë këta. Por këta sy të ndërum gjemat, nuk matet historia me sot. Apo, nuk matet historia me sot. Historia matet kur shtrihet në fleta. E ti dush me prit fundin e fletës, jo fillimin. A fillim duket apo? Andaj Allahu gjithmonë e kalon fillim sikur po fitojnë pa besimtarët. Ama çka thot në Kur'an? Wal aqibatu lil muttaqin. Ama mos harroni, në fund muslimanët fitojnë. Kret faktet kanë thënë që Ebu Xehli ka me fitu. Në fund fitoi Muhamedi alayhis salam. Edhe këtë llovia çka të ndon në dunjë të ndërum xhamat. Allah i rujt musliman nga sherrri i zullumçarëve. Wallahi në fund muslimanët kanë me fitue. Ama kjo punë bindje. Çish me të pru fakte. Prit, romani vazhdon, jeta vazhdon, skenat vazhdojnë. Në fund ka mendova ajo që ka thënë pejgamberi alayhis salam. Ka mu kthi musliman vendin e vet. Allah na mundsoft me e pa ya rabbal alamin. Andaj, nuk shikot në fillim, hupi, ja ka dole, prit. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Baballarët e ton gjithmonë i kanë adhuru putat. Gjithmonë kanë adhuru idhuj. Ka dole ti tashmë na ka thënë që nuk ban me adhuru idhuj. Nuk ban. Mirë po të ndërum xhamat, ajo ka fol ki Bardovcës, Çmendinës, a njerëzit tamam. Mi u shku njerëzve për shembull në Çmendin, apo se na për kështu i kemi këtu në Bardovcë. E Çmendin, spitali ku njerëzit rrinë me aftësi të kufizuar. Me shkuti më fol atë, çka thot doktori? O ndërum. Shko ka shtëpia se këto nuk bëhen. Na me hapa i marrim këto. Ama ki nuk ka të fol për këto. Këto fol njerëzit mëlloj. Këto fol njerëzit të mëshëm, njerëzit me kulturë, njerëzit me civilizim, njerëzit me shkrim dhe lexim, njerëzit që kanë pas qytetrim të lashtë, njerëzit që kanë ditë, ti kur ki ditë me bëj gjithë atë put, me metra të gjatë, shumë të madh, çush nuk po di me ditë, ki nuk adhurohet atë. Ti të majt me kamionin tani të majt, me trupat e tojt të majt, edhe kjo o Zot. Nuk ka mundësi. Çka thot Allahu subhanahu wa taala? Ata than, ne baballarët i kemi gjetë. Ata i kanë adhuru edhe na pi adhurojna. Domthon argument zero. Argumenti zero. Baballarët kanë thënë, kjo nuk është argument Allahu subhanahu wa taala. Çka thot Allahu xhelel xhelalu? Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin. Ju ka thënë Ibrahim alayhis salam dhe vini re të ndërum xhamat tash ka filluar Ibrahim alayhis salam me rrit retorikën. Pse? Se don me shkumithi. Ato dash tash me provokue argumentin, situatën, ti theje putat. Çka i thot? Laqad kuntum ju moti antum diharaka laqad kuntum ju në kalumën antum tash duke u drejtu qartë. Jo me apërzijet. Tashmo nuk po fol une. Jo, entum. Ju, qfar? Wa aba'ukum, edhe babalarë të juve. Jo juve që, edhe babalarë të juve krejtin i kanë dalalet të humbur larg të vërtetës i ju. S'kini lidhi me të vërtetën. Nuk është kjo rrugë e Zotit. Nuk është kjo rrugë e cila Allahu subhanahu wa taala ka bërë insanin, i cili e ka kriju insanin që ta hecë këtë rrugë. Zoti nuk e do këta. Inna ad-dina inda Allahi l-Islam. Te Allahu feja e vetëm është Islami. Allah na mëson me jetu Islamin dhe me përfundu me Islam. Thot Allahu subhanahu wa taala, me të vërtet ju jeni në dalalet të qartë. Kjo çfarë argumenton të ndërum xhamat kanë dhënë dietarët për guximin e Ibrahimit alayhis salam. Për guximin. Jo veç kaç. Do ta shohim tani para se me djeg kanë me çutën e Mrudi. Kanë me çutën e Mrudi, as te sultani. Minar e lajmërojnë që të shkojë te sultani ta morë ai pyetje. Me kështë ki neve, s'pudina shka mi thonë, shkoti të mbrejtja e shefaj. Dhe me ai ka argumente, jo rasista i andronë muhabete mësane. Dhe me klej këto putat, as me muhe. E në uhi wa umit. Dhe me ki në mrudi, unë dhe unë jap jetë dhe marrjet. I andronë muhabete këtë do shojmë i lejnë Allahu të bareke wa tjala. Atare, qka i thojnë? Kalu, e gjitena bil haq, em kunt, em ente min e laibin. Si jo ka mërmenja që janë serios Ibrahim a.s. Që i ka thonë? I kanë thonë, a për një me kia? A i gari të bo? Shikot të ndërum gjëma? A për një me kia? Sa për i muslimanëve kur nisin me falë namaz, që i thotë, a për një me kia? Do i ka thotë, grip e ka. Me rak ka kim me pas grip, ama nuk e ka grip.
Se bëhet 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet, se pas ka me grip, se gripi me ndi hap shlon gripi, apo. Ama shumë njerëz shpresojnë thotë, "A se gripi ka fare dia javë, mos ani ele." Çështë shejtani i frymzon ata. E këto që kanë thonë, e gjitë bil haq, a ti të ka ardhur vërteta? A ti ne ke sjellë të vërtetën? A hajgari tu bo? Shiko të ndonun xhamat. A ju kujtohet vjet Musa alayhis salam kur ju tha me prejni lop bijve të Israilit? Çka I than? Ha? Atattakhiduna huzwa? Këto seriozat akademikat me kravatat deri në pej, apo fitit të ju dal pi venit, apo ti thon Musa alayhis salam, "Ti hajgara ban me neva." Në hajde shken start mëlloj, na këtë punë ti kena këta të cilat I bojnë 100.000 zullume në tokë, pastaj vinë të folin ti e se çove kjo punë, kjo hajgare ko ka, apo s'ka na serios. Pejgamberi s'ka na serios. Shiko çka ju thot Ibrahim alayhis salam, këta e nxjerrin thot hajgara të boje. Nuk ka serios. E çish dallohet njëri kur është serios në rrumë xhama? Do ta shohit a është serios Ibrahim alayhis salam apo jo. I thonë e ji'tana bil haqq. Ana ke sjell neve të vërtetën e plot. A e kiti të vërtetën që na ke sjell neve? Em ente min al-la'ibin, apo veç I du ba hajgare. Pse? Se I kanë thonë që I e për një met e sinue, del të lashe, o gjallë. Del të lashe. Kime pas probleme me këtë mund. Nuk ka pëlcen let. A si ti e që të ba hajgare? Apo e ki pa, por shembull, që ta kuptonit të ndërrum gjemar, a e kini pas sa aktorët bëjnë humor me pushtetar, me qeveritar. E merë për shembull aktori, e ban një skenar, humor. Edhe talët me një qeveri, talët me një kriministër, talët me ministër, me sultan, me perandar, e kështë më ra. Ama pse I falet, thot ato talë. Hajgara të bo, apo. E me dalë me thonë, jo, unë për një me kam. Për një me ki, apo një me për pas delë muhabet. Ama mas I të bo humor, atë në rejku. Këto që I kanë thonë, hajgara I të bo, të tash është me bo hajgara, të falë të ki. A si tjesh për një me, ndroj muhabetin. A që ka e thonë Ibrahim a.s. Kale bel. Që e një të folë? Së diskutot mërë që e kam për një me. Ska diskutim, apo, ska diskutim. Nuk du me bel, ka thonë bel I dhënë I drab, ka thonë bella. Ska be muhabet kjo pun. Be rabbukum rabbus samawati wal ard. Ka thonë lene mërë këtë muhabet, jam të baj gara, e kam për një me. Zoti juaj e Zoti qijeve dhe I tokës. S'kini ju Zot tjetër përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Alladhi fatarahun, ai ka qa qilën dhe tokën, ai ka kriju qilën dhe tokën pa model para prak. Ju ketë këto shka I bani me model para prak, ndërko që Allahu krijon pa model para prak. Atër ka thanë, wa ana ala dhalikum min ash-shahidin, ka thanë dhe unë jam dëshmitar për Zotin e madh xhelle xhelalu. Unë jam dëshmitar se Allahu e ka kriju qilën dhe tokën, dhe ju këta e dini, unë e po dëshmoj, po ju s'po dëshmoni. Dhe pe I bani shirk Allahu subhanahu wa ta'ala. A dhe të ndërum gjëvat Ibrahim a.s. Qar ka ba? E ka te I kalue pjesën a je serios, a je të baj gare. Pse do të shojmë kër fole me Nemrudin, para se me djek, aj do t'ja bën debatin kot të kot, ma kot të kot të mund shumë. Mi po Ibrahim a.s. ka pas menquri, si kur se tha Allahu subhanahu wa ta'ala, wa laqad atejna Ibrahim rushdehu. Na kemi pjek, kemi bot pjekt Ibrahim a.s. Kër e ka pasë një diçka nuk po dhez, minjare ka te kalua, musu mirti me në tana. Se ty sune, po, kësha I ka dha këto, a humori të boha? Ibrahim a.s. ka te kalu këta. Ta shpara me në Ibrahim a.s. të kish njës, jo se jam të boha humor, a do fakte, se jam të boha humor, a do argumente, leje këtë muhabet, dil në tem, mini her. Andaj dhe shpesh herë kjo duhet shpërbejmë për neve si mësim të ndërun gjëmat. Kur ta shef se dikush u ka ngatruar në kotësi, leje, apo leje ka përceje. Se nëse nuk e ka përcen, shiko të ndërun gjëmat, sa prej mediave krijojnë tema të kota veç me ta upti vaktin. A hine me diskutu, a hine me komentu, rave ti prej, pavarësisht a e kundërstove, a u pajtove, ti rave në tem. Apo andaj për shembull, ata shiko këto emisione që ka I bojnë për degradimin e njerëzimit. Apo degradimin e ne 4 muaj I majnë ka faza aty, edhe për shembull ju japin pare. Edhe çka ju bën njerëzve? Apo çish I dëgjon njerëzit? Pra më zullumi bani pakaj. U kthi rave të tem. Ai gjali aty me atë çikën po shkojnë. Ama kjo çika sa të do shumë. A kupton çish I bie me rrshit? Kjo I bie me rrshit, ata çita në televizor po. A je interesum ti për me këshir po? U kriti e bon. Ti mos ani shaje gjithë ditën. Ti ja dhave kohën. Ata për shembull janë profesionistë këtë mund. Ta nxjerrin një temë edhe e bojnë opinion. Çka I bie opinion? Këtë mirë me çata. Apo tash për shembull, shiko, këtë janë të morë me Iranin. Apo, çu të na e ke bë.
këtë na, po na mos me ditë, çka ka në çizdina, apo? Kjo lojë e madhe o gjithë ata. Lojë më kia deki, lojë e madhe ato. Subhanallahu, njerëzit janë çuditshëm. Ej, nuk i ka elifin edhe b-ën të kësaj çka ndodh, apo këtu ato ndodh diçka e madhe. Po çish be e madhe? Hajde çka ato ndodh. Të ndërum xhamat, na ose do të mu pjek, ose kanë më bëj gare njerëz me neve. Hajgare. Ironie e madhe të ndërum xhamat, me komentu tema të mëdha me dituri të vogla. Tema shumë e madhe të ndërum xhamat. Tema shumë e madhe, e komplikume. Dali njerëz ka kanë një uri ka 4-50 vjet këtë fush, thot problema me deshifru çfarë të ndodh. Apo, ama tena nuk ka problem. Dil mas iftarit, banë të çarkullim ka çajtorët. Si mos i din ke, kur ka munal, çka ka mu bë, këshire kret. Apo, po di thot çka ka ndodh, moti e di. Për këtë arsye do të më mësue që gjërat ti komentojmë me dije. Çka i tha Ibrahim selam, po levi këtë muhabet. A u mor jam të bëuna. Këtë temë e madhe, çka i tha Ibrahim alayhis salam, Allahu xhelel xhelal jam të thirr, te Zoti i botrave, ai ka kriju qiellin dhe tokën. Ju bani ajgare. Ju bani ajgare me temat më të mëdha. Ti sheh plot për njerëz për shembull, i ka shlu lajmët, shuj thot jam tingue. Apo, a kur an ders thot, pa, me ders. Kjo nëse shejtani ka shpërlat trunin atina. Ai e këshir se ta këshir me çka. 40 i ka këshir, i ka shku veç tungue. Shloj azanin ali azanin, shloj am shele derën se më tungue. Kur vjen me ngu Kur'an, po ç'a janë të kallxuar këto? A kupton çish lun shejtani me njerëzit? Këto që kanë thonë, o Ibrahim, hajgari të pati me neva. Çfarë hajgari me jam të puta adhuroni? Çka tha Ibrahim alayhis salam? Tha unë jam dëshmitar për Zotin e Madh. Unë jam dëshmitar i Rabbul Alaminit. Allah më ka thue pejgamber. Atëherë, çfarë bën? E lajn, edhe disa prej tyre mbesin aty. Ha? Edhe kur mbesin disa prej tyre, Ibrahim alayhis salam thot me zan ka dale, ata e dëgjojnë. I thot: "Watallahi, pasha Allahun, pasha Zotin e Madh, pasha Zotin tëm, le akiden asnamakum." Kam ja u bani kurth kujna putave t'juve. Le akiden asnamakum. Pra, pa ju pru deri te një mesele që ta kuptoni vetë me fjalët e juve, me gjuhët e juve, se kjo çka adhuroni është kot, ha? Çka ka thënë? Watallahi, dhe Allahu ja ka mundsuar. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka prej robëve të Zotit, të cilat njerëzit nuk i kushtojnë rëndësi. Ash'af, aghbar, ish ka përdart në flok, i pakrehur, apo aghbar këtë pluhun, lau aqsama ala Allahi la abarra, me bo bejnë Allahin, Allah ja plëcon bejën. Që shqibje? A i thëtë, o Allah, shidu, shqibje. Që i ka Zotit do burra? Apo, i bënjoni thëtë, mos e jeni minja, se na i përvecojmë hadithët, apo, o gjënë duket unë jam qështu, se kitën të mdalë. Jo, nuk ka të dalë, kur gjano ka të dalë, mere vetën me të mirë, më shiroj e vetën, sa ma qetë se mundet me të çrregullu me shtipje me ketë. Se për thani kur s'dale, më thani humbësh. Mirë po, karo Zoti, për pejgamberi ku thoje, tallahi, Allah ja mundson. Çka tha? Pasha Allahun, kam ju bo kurth putave t'juve. Ha? Kujna? Zotave. Vini retë ndërrum xhamat. Asnjëherë nuk e përmend Ibrahimi alayhis salam fjalën zotat e juve. E runë gjuhën e vetë nga përmendja këtënë. Çka thot? Asnamakum. A çka i thënë ato? Alihatina. A çka i tha baba vetë? Zotat e tonë si do t'ja. Zotat e tonë, shumës. Apo, Ibrahimi alayhis salam asnjëherë nuk ju thot me shprehjen e tënë. Apo, se e runë emrin ilah nga përkatësia tek ata që ka batil. Çka thot? Asnamakum, put. Apo, shikoj të ndërum xhamat. Put i thojmë na, ato i thojnë Zot. A ki qartë? Put i thojmë na, se të na put, të aja Zot. Andaj çka i tha Ibrahim alayhis salam? Tu tallahi la akidenne asnamakum. Kam ju bani kurth, kujna? Putave t'juve. Kur ba'de an tuwallu mudbirin. Pasi që ju të largoni, kam ja u prit momentin kur të largoni ju, atëherë une kam ja bani kurth. Çfarë kurthe të ndërum xhamat? Ibrahim alayhis salam e bën një plan. Thot, t'ja u thaj. Mos i s'po morin vesh, se krijesën ja than, po ja thaj putin, ama ideja me prekte te koka e tëre, te shpirtat e tëre.
thirrja e putave është për qëllim thirrja e putave të zemrës, se kur thehet në zemër ti mos e adhuron. Apo ti amunish me ka përci kanë put, ama ti s'e adhuron putat. Është ato guri koka se adhuron. A do nëse nuk thehet këtu puti, atëherë trishton puti për jashtë. Ama kur e kit thim këtu, atëherë lirohesh prej tina. Çka i tha? Pasha Allahun, edhe disa prej tyre e nin. Atëherë çka ndodh të ndërum xhamat? Në surën Safat na tregon Allahu subhanahu wa taala se Ibrahimi alayhi salatu wassalam e thirin në ceremoni festive. E kanë pasur disa prej festave dhe kanë shkuar në një vend tjetër janë mbledh edhe I kanë lënë putat vet. Edhe e thir baba I vet. Thot hajde me neve me festuar. Dhe ata janë shumë. Çai thot Ibrahimi alayhi salatu wassalam? Qala فنظر نظرة إلى النجوم فقال إني سقيم. I ka thënë babas vet, ja unë jam I smut. Jam I smut. Për çka këtë fjalë, unë jam I smut, s'ka dash me shku me to, se ka pas planin tjetër. S'ka dash me shku me manifestimin e tënë. Çka I ka thënë? Qala inni saqim. Sura Safat, do të vim te sura Safat. Në surën Safat I thot Ibrahim alayhis salam babas vet dhe popullit vet, ja unë I smut jam. Çka këtë fjalë e ka llogarit se ka rrejt. A në realitet nuk ka rrejt. Pse? Kale inni saqim. Ka në djetar, ka dash mi thanë, unë jam I smut, pra më smujnë mua ato, si ti shumë më turbullojnë. Kjo është komenti pa. Komenti dit, ka thanë, inni saqim, unë jam I smut, pra ka mundësi mu smue. Po pe thamë pitash, apo, që ta more si vjegës mës me ardhë me juve. Dhe ditën e kiametit kur t'i shkoj njerëzimi Ibrahimit alayhis salam dhe I thonë ti je mik I Allahut, lutë Allahun që Allahu t'ja nisë llogaria. Çka I thot Ibrahim alayhis salam? Çka I thot? Thot jo, se I kam do mangësi, do mëkate të Zotit. Çfarë mëkate? Kam rrejt. Kam rrejt. A mundi të me pa njënin për neve me thonë tu kajt, tu bo tobe, tu lutë Allahu, edhe njënin me në thëmë si tu kajt, kom rrejt. A mundi me pa? S'muni me pa të ndërëm gjema. Nuk muni me pa. Sepse të na rrejna gati sot u logarit më mëkat. A e gjenit I kanë që atë thonë me rrejt zbambe, o mëkata. Të ndërëm gjema, me rrejt a mëkat, ma më mëkat se me bo zina. Me rrejt a ma mëkat se me pila raki. Me rrejt a ma mëkat se me lujt kazino. Me rrejt, apo andaj ka ardhë hadith se pejgamberi alayhis salam e ka pyet Abu Dharri radhiyallahu anhu, ka thënë ja Rasulullah, a yazni al-mu'min, a ban zina besimtari? Ka thënë munët. A munët? Ka thonë me pi raki? Ka thonë munët. Ka thonë a munët me ra mbi gjos diçka të një mëkat? Ka thonë munët. Ma shto në epshi be. Ka thonë a munët me rrejt? S'munët. Nuk munët me rrejt. Apo me gjithë se kjo sa konë rrejt, kjo nuk ka konë rrejt. Ka thonë një sëkim, s'pun vinjë, I lothja. Apo unë I lothja. Pse s'ka dash me shkue? Që mos të ballafaqohet me ta në festën e tyre dhe ta shfrytëzoje mungesën e popullit vet që të shkojë te putat. Dhe Ibrahim alayhis salam të ndërun xhamato kon I madh, I pashëm. Apo andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith, kush don me pa çish ka qenë Ibrahim alayhis salam, pra parafarsisht le ta shikojë dostin, më ndon kshin mua. Ibrahim alayhis salam mas shumë di ka pas ngjasim me kan me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allah na mundsof mi takun xhenet ya rabbul alamin. Andaj çfarë ka bë? Nuk ka shkuën festën e tyre, e ka shfrytzuar, I kanë lënë putat vet. I kanë lënë putat vet. Thot Allahu subhanahu wa taala, faj'alahum judhadha. E ka marr në hekër tron, edhe çfarë ka bë? Ka shkuar, thot Allahu xhelal xhelaluhu, darban bil yamin. Me djathtën të imshu vazhdimisht I ka hinë këtë putave merën. I ka hinë këtë putave duke I thi merën. A mund të parëmdoni të ndërum gjemat, në perceptimin e poplit, Zotit ati mshuhe. Zotit ati mshuhe. Ate thi Zotin. Dhe sot jo rasisht në shumë prej vendeve madhrohen putit, me shkumë ti me a prek, a të të lashe. Qështë të ti e ke prek, a I qa ke prek ti. E kështu më ratë. Fe gja'alehum gjudhadhe. Thëtë Allahu Gjelle Gjelalu, dhe filloj drejt. Këtu e ka shkurtu Zoti Madh te bareke ve teala, nuk ka zonë neve detale që shkaj drejt tek kur ka mrije të veni. E ka bo këtë planin edhe e ka morë hekrin duke I mshue me shati. Thëtë Allahu subhanahu wa taala, fe gja'alehum gjudhathen. I ka bo copa. Gjudhath është kur e ban grimca. I ka mshu për t'i tregu atyre se këta me paskon që adhurohen e janë Zota,
s'kish mujt qifti jem këto mi u bë kur gjë. Thot Allahu subhanahu wa taala, illa kabiran lahum, mat madhin çka e kanë pas ata, ha? Çfarë tha? Shiko, sa preciz është Ibrahim alayhis salam. Illa kabiran lahum, vesh një të madh të atynve. Jo, ai për mua sa i madh, po jo është i madh i atynve. Apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përdorur këtë metodë të ndëruar xhamat. Kur i ka thënë letër romakëve, çka ju ka shkruajt? Ila Hirakl adhim Rum, dërte Hirakli më i madhi i romakëve. Ai të na nuk ka i madh, ama të ato i madh. Apo andaj për shembull, a lejohet na si musliman me thon për shembull krijetari tyne, po sekretare kanë. Apo presidenti tyre, po president e kanë ato. Ti do të punë se baj madh, ti se ban madh, po ato kanë president. Andaj pejgamberi sa çka tha? Hirakli i madhi i romakëve, po ne sa kur gjao. Ama te ata është Hirakli. Çka tha Ibrahim alayhis salam? Kebira lehum, e kanë pas Putin më të madh. Ata e kanë pas. Ibrahim alayhis salam nuk e ka thujt, shiko, e ka thon kebiran, mësanena çka ka thon lehum. I madh te ta, jo te unë i madh. Që mos kuptohet nga shpreha i madh, se fjala kebir, kush o? Ha? Kebir ekber përdorur për Allahu xhelal xhelal, i madh. Mirë, po këtu e ka përdorur për ata. La'allahum ilayhi yarji'un. Thot njëri prej dietarëve të muslimanëve, thot sa herë kam mendu për historinë e Ibrahimit alayhis salam, kur i ka thip putat, kum thon, çish e kalon më të madhin. Pse e kalon më të madhin? Para se me vazhdu me provue ngjarjen, do ta shohim se kanë shpjeguar dietarët në ajete. Mirë, po këtë thotë dietarët, sa herë ka menu ti shakonën në vend të Ibrahimit, rani u kisha një kefe. Bile pite i madhi edhe të më i vogli. Ama pejgambert punojnë me shpallje. Apo thot bile më ka shku ndërmend që kur e kalon më të madhin, ha? Pas perceptimeve tona, çish o? Tash, ai të rënu shirkun, po ti pse vele më të madhe? A nuk ka e keqe kjo? Rënoj edhe kët. Rënoj kët. Para mo kët putët ja u ka thi më të madhin e kalon. Pra me logjikën ton, po thaja edhe ata, o Ibrahim, thaja edhe duj unë i kum thi krejt. Jo, se Ibrahim alayhis salam ndryshe ka mendu punën se ka mësua Allahu subhanahu wa taala. Andaj shpesh të ndërum xhamat, njeriu doni herë me dije le diçka. Me dije le diçka ti se lexon. Allahu xhelalu ala di thot, urtësia ka qenë kështu. Urtësia ka qenë kështu. Sikur Allahu xhelalu ala ja kish kthi Jusufin Jakubit më një herë, a ishin bën këto zhvillime mas? Jo. I ka thënë Jakubit ban sabërt. Sinjt ju kanë vërbuar pi mallit. Ama çfarë? Po me Jusufi ka punë. Jusufi i duhet me zhvilluar ngjarje. Andaj të ndërum që shpesh herë na është, pse be laket mall? Tha marr, ju pi mas mallit nis, apo. Sikur të na bëj kret kçijat me një pull dominal. Snarën ato valla. Zoti ka urtësi që i le ato. I forti i le, i dopti, andaj ka thënë poeti, mos rafshën ndër doptit. Pse? Se i dopti me të zan, ai s'ka thot ja stash ja kurmo. Ama Allahu xhelalu iblisi çka i ka thënë? Iblisi se ka ngu Zotin. Iblisi ka thënë, o Zot, a mbledhet kiamet? I liri ka thënë. Pse? Po nuk tut në zan kur dush. I fortit zan kur doje. I dopti çka thot? Shtasha mundësia, se shfrytëzon, u krije. Allahu ja nuk punon ashtu të ndërmë xhama. Allahu nuk bezdisët nga zullumi i zullumçarëve. Pse? Thot akhdha azizi muqtadir, kur duhet zon e kapi edhe shtin gjana. Çaj të mërzit. Po na mërzitmi. Allahu xhelle xhelaluhu nuk la yamel, që ka thënë alayhi salatu wasalam, nuk bezdisët. Çka thot Allahu subhanahu wa taala? Illa kabiran lahum, njanin më të madhin çka e kanë pas pi putave ja ula. Pse? La'allahum ilayhi yarji'un. Ka thënë Ibrahim alayhis salam, kthehen te ky i madhi. Çka ndodh? Qalu janë kthi këto prej festës. Kur i kanë po këtë puta të thime, u konë madhe për ta të ndërrum xhamat. Jo ka thi zotat që kanë i adhuru me vite. Me vite putat i kanë adhurue. Kur i kanë pa copa gurzit asnja, si ja kalon siretin as mu duk shka o konë. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, qalu men fa'ala hadha bi alihatina. Shiko, subhanallah, zoti kur nuk t'ja putzim, që ka thonë? Kush në i pas ka rre zotat ton? Vesh menoj e këtë shprejtë në rëmë gjëma, me ta rre zotin. Ha? Me ta rre. Kush në i pas, parëno, njëri mu kanë me thonë, kush në i pa rre sultanin? Qysh pa i me kanë sultanin, vëlla, së në ta rrejnë. Pa i s'kana sultanet, a pa më copa. Sa i me kanë sultan, apo, parëno njërë me thonë, qysh me ki përshimu? Qysh në i pa rre sultanin? Jo, me nuk ka sultan, apo, nuk ka sultan.
Para me në këto për Zot e kanë besu. Për Zot. Aj në jep fmi, aj në i runë fmijen, aj në i qënë shijun, aj në i qëtë dil. Para me ndo që kanë adhuru dhe ta shka thonë men faale hadha bi alihatina. Vini dalimin. Ibrahimi që ka tha, pasha Allahin kam ju bon kurth putave t'juve. Këto kur kanë arë, s'ka thonë putave ton, ka thonë zotave ton. Të ndërum, për këthene, buk falis që u gëllë, alihatina o shumësi i emrit Allah. Ilah është shtue eli, edhe është bo ilahi i vërtet Allah. Ilah e ke elin shumë zoje i be alihe. Pra që tona i kena si Allah i kush në i pas ka rej, kush në i pas ka po copa. Ti veç që to këtë me, veç që kjo skena do është me kuptu ata që, po s'ka në mbezota këto, s'ka në nzota. Allahu Gjellë Gjellalu mu të ndërum gjemat. Kam isprovu njerëzit dit para kiametit, kanë me gjujt shigjeta ka Zotë i Madh Gjellë Gjellalu. Pse? Jam armenja insanit. Insani, sikur që ka përshkuj Sheikhul Islam Utaimi rahimahullahu taala, kanë thënë insani dëshirat i ka të mëdha, takatin e ka dopt. Apo argument këshire njëri, kiç ka krijon të mëdha, se dëshirën e ka të madhe, ama vetë ai i vogël. Keni pa aeroplani sa i madha? Piloti kur e sheh, ku apo piloti? I vogël piloti. 1.60 m piloti. Aeroplani shumë i madh, se unë dëshirën e kam të madhe. Treni e ki pa sa i madha, vetura e ki pa sa e madha. Po, kur ta shifsh aty mrena me se nxe gazin me shtip. Se i vogël na gjunoj, ama dëshirën e ka të madhe. Kështu të Sheikhul Islam Utaimi, insani xhabbar, dëshirat i ka të mëdha. Ama sa ne thotë, s'moj me baba valla. Po pse bëj pse zor valla? Po për çka i pse zor? Mos i jap zor s'ka smunësh. Çka kanë thonë këta? Men faala hadha bi alihatina. Kush na i ka rrej zotat? Kush ne ka soptu zotat? Apo, dhe shiko, këto kanë thonë men faale hatha. Që kanë bëmër? Kush ne e kanë zmadhue? Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, innehu lemina dhalimin. Ka thonë aj qka e ka bo që ta kana shumë zullumqar dhe familjarisht ku kanë zullumqar këto. Qishbe zotat ne ka thije? Zotat ne ka thije. Të ndërru në gjëvat, thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, kalu. Ta shkanar këto spiuna që ka e dëgjun Ibrahim a.s. të thonë, valla, pa i thi selam. Ka me aboni kurth, edhe, ama ka kalu ditë të tëra. Edhe ka thonë, ne e dina, është një gjalli, a i ka bëhe. A Ibrahim a.s. ka një njofshën për polemikat që ka po povlit vetë për të uhidin. Qëfar thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, kalu, se mi'na feten. E kemi dëgju, të ndërum gjëmat që ka. Me gjithë se këtu Ibrahim a.s. komentator ka thonë, nuk ka qenë i ri. Nuk ka qenë i ri, ka qenë pengamber. Mirë po, ato për me e zvoglu, që kanë thonë, ove një gjalliri që ti, fete. Fete është mi shumë cull. Ove një cull që ti, që shme cull dhe jo ka po copa idhë. është një cull që ti, apo, ju kalu lehu Ibrahim. Apo, sa të kanë vetë, që ka bove këta? Jam ledhë këtë me ushtri, me ministri kretë. Edhe më fund të ta qojnë të Nemrudi. I ka thonë, është një gjalliri që ti, gjalliri, e ka imin Ibrahim. Ju kalu lehu, e ka thonë mëniri, në lizuse. I thojnë Ibrahim. Ibrahim është i njohshëm. Ama kur dënë me të nëshku që thonë, po be, keni pa njeri kur s'do me të folë, të e bëgjim zgishti. A i dy që ti, ama që, habe ky. Ama ti thuj sa dush. Ama Ibrahim e sëram i madhë. Ibrahim a.s. e një kitë njërzimi. Ibrahim a.s. thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, Ibrahim e ledhi uaffa. Ibrahim i cili, si kur aj që ka premtu, e ka realizu besën e Zotit, asë njeri sa, përveç Muhammedit a.s. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, i thojnë Ibrahim. Qa me bo me tha? Kalu fëtu bihi. Kalu bene këto. Ibrahimi që tu do me mri, që tu do me mrije. Andaj e ju kujtohet Musa a.s. kër i tha sirbazët, kër i than, a dalë në takim, a shtimi, apo, që ti sirbaz koke. Musa a i than sirbaz. A tha, a bënë takim. A qka tha? Po, jo me zine. Mini herë, se, on budu me dalë, on budu bala faqim. Apo, ama të ndërum gjëmat, kër nuk e ki shkopin e Ibrahimit, mos lip takim. Mo e men këtë regull. Nëse nuk e ki shkopin e Musës a.s. Nëse nuk e ki e shatin e Ibrahimit a.s. Argumentin e Ibrahimit, mos lip takim. Apo, anda thot Sheikhul Islam Utaimi rahimahullahu taala, ne nuk i friksohemi argumentet islamit, sepse islami është si shpata, po na tutmi se dorën e ka dopt kisën prat mirë. Apo, ki pa një thika është e mirë, o ma njëri thot shumë për e majën, kjo prat mirë, argumentu e i mirë, po tis dhe me e përdor. Andaj islamit të ndërum gjëmat, qëko, na mëson neve që nëse nuk i kemi provat, rejanash.
Mos u hinë, se kjo është ring, kjo është mundje, kjo është ballafaqim. Çka thot Ibrahim alayhis salam? Çka thon për Ibrahimin alayhis salam? Qalu fa'tu bihi. Sellna këtu. Bine këtu Ibrahimin alayhis salam. Ala a'yunin nas. Në ta shohin këtë sytë e njerëzve. Çysh sytë e njerëzve? Por kena mja u caktu një takim. Këtë njerëzit asnjë punë se kanë, veç me këshirë çka po bëhet. A Ibrahim sa me ka sinu qëta. Edhe Allahu Gjellë ka realizuar. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Le ta marrin ibrat çka kena mi bë këtina. E ti shkoje me një modë dikujna për çemë se këto normal kanë me ndrejç puta të tjerë. Kanë me ndrejç puta të tjerë, apo edhe çfarë? Le ta shohin këtë. Një herë ta zbulojnë kush e ka bë, ta morran pyetje, edhe në fund ta dënojna. Edhe ti shkoje më mendja dikujna, apo sepse ki ka prish rregullat krejt shtetit ton. Thot Allahu subhanahu wa taala, qalu e kanë marr, i kanë mbledh njerëzit, edhe para më të ndërruam xhamat. I kanë pas tradit në Irak, edhe në Bagdad, edhe në vende të ndryshme, e kanë bërë rreth e përçar. Sikur stadium, e ki po? Problem. Andaj Ibrahim alayhis salam e ka sinu mbledhjen. Sa ata s'ka pas futboll, por shembull kondesh edhe i mbledh këtë, edhe shprasa xhamia. Ama Ibrahim s'ka thonë, mbledhni ju, unë vije. Edhe e kanë mbledh këtë, Bretnia, edhe ato janë ul, edhe Ibrahimin vet. Dhe vet skenat tut. Do këtë janë të këshirë veç një njeri. Apo ata çka ka ndodhur? Thot Allahu subhanahu wa taala, qalu këtë për një herë kanë thonë. Para më këtë për një herë kanë thonë. A anta fa'alta hadha bi alihatina? Këtë për një herë kanë thonë. Qalu, jam në rreth, apo do sot ka improvizime se si u zhduk, apo në kohën e Ibrahimit alayhis salam, Iraku e kanë bënë rreth madh, shkallë, njerëzit janë ul më larg, derisa ka ardhur rrethi. Dhe këtë e kanë ngue. A anta fa'alta hadha? Këtë për njerë ka thonë, a ti e ki bo këto me zotat tona? A ti e ki bo këto me zotat tona? Qalu, a ente fa'alta hadha bi alihatina? Ja Ibrahim. Kanë bërtit, o Ibrahim, a ti e ki bo këta? Qal, shiko vetë të ndërum gjemat, i ballafaqu me komplet Irakin. Dy veta me kanë polemizuar të fort, ta dridhin zemrën. 5 veta me kanë polemizuar të fort, ta dridhin zemrën. Komplet një popull me ministrinë e vetë, të jashtme dhe të mërënshme, në mrudin krije. Ketë këto i ka pas, këto të e vetë komplet një njeri. E ente, ti e keva, apo? Kini pa njëzit kur dalin a për skenat mdoja, friksohet, apo? Në neve se fësitin a shastrisi, e ku ma ti me të morë, për shemull me të morë, ti e mpytje krejt mbretnia. Ha? Që ka thonë? E ente fa'alta hadha bi alihatina. Ti zotat bëna e anda do të shumë i pasaj dëshkimi që ka do të përvezojmë. Qëka i thot Ibrahim a.s. Kale bel fa'alehu kebiruhum hadha fes'eluhum in kanu jantikun. Ka than Ibrahim a.s. Jo, ki puti madh i ka vra, ki i ka prish, kitë këto i ka bëhe. Abo, të ndërum që madh, kjo nuk është, s'ka të bëhe me rrejnë. Abo, kjo ka të bëhe me qka? Po hune, po kush? Po vetë në këta. Ama Ibrahim a.s. do me arte vete, që të tojna, po që me vetë kisë fol. Po unë që të me po du me mrizë, s'fol ki, ju e adhoroni. Anda që ka thonë, që ka thonë disa prej djetarëve në komen, ka qeni djetar i madh, e ka pas shkrimin e bukur, shumë shkrimin e bukur. Edhe o njofë që mas mirë në botë, në rejtën e vetë ka shkujt aj. Edhe ka pas një nëzancë, isën ka shkujt mirë. Apo, edhe një ditë për gjinë të fleta shkru me shumë mirë. Apo me shkrim, bukur shkrim shumë të mirë. Edhe i merr ato fleta dhe vend të ki hoxha i cili këtë dunja e di që ki ka bukur shkrimin e madh. Edhe i thot, o hoxha ti ki shkujt, ka thonë jo ti ki shkujt. A jemi mirë, po ti të s'di me shkujt, më thu mu, a ti ki shkujt. Kështu ka thonë Ibrahimi a.s. Ka thonë bel fa'ala, ha? Ka thonë bel fa'alahu kebiruhum. Ki ma i madhe, ki ka bo. Apo, thot Allahu Gjellë Gjellalu, ju ka thonë fes'eluhum. Vetni komplet ju banu bashk, vetni këtë Putin. Fes'eluhum in kanu jantikun. Hajt vete, vetni qëto, që këtë Putin që ta kam lanë të madhin, vete që ka ndodhë. Kjo as dimet që ka dhu që ka ndodhë. Kjo guri vdekt, kjo është put, kjo është idhull, të cilin s'kini mundësi me e pyt. Faraja'u ila anfusihim. Por një moment, të Allahu Gjellë Gjellalu, u këthjellën një moment vogël, u këthin në mezvetit të folë. Faraja'u ila anfusihim, fe kalu innekum entumu dhalimun. Kanë folë në mezveti, apo që kur folin gjikati me gjikatësin, prokurori me prokurori.
Ka thonë, o, zullumqarin jo adhërohet puti. Që shkina me vetë, është në këta? Që shkina me vetë? Këtë argumentet janë ka ki, këtë faktet janë ka ki. Që shta vetë në? Që shta vetë në putin që është ki, matë madhin e pas kalan. Po që shta vetë në që ka ndodhë? Se ki put, para me notash, Zotin, që shme vetë ma Zotin, për këtë Zotin jonë s'fol. Këto puta tonë s'folin, a ki ka po krim të madh? Thëtë Allahu Gjelle Gjelalu, fe raja'u ila anfusihim, ka nisë në mezvetit të fol. Ka thonë, entu më dhalimun, o zullumqar në mezvetit të fol. Gabim e kini. Thume nuk isu ala ruusihim, pastaj jam përmbis prap. Këtu të ndërum gjëma për përfundojna, nga se kona ka përfundue, jo që kona përfundue se dhe niftarë së në hajna së në pina, mirë po për shkak të koncentrimit edhe përqendrimit, po e përfundojmë këtu për ta vazhduar me izin Allahu te bareke ve teala, si do të zhvillohet ngjarja e Ibrahimit alayhis salatu wassalam pas marrjes në pyetje nga populli i Ibrahimit alayhis salatu wassalam. Lutim Zotin e Madh xhel xhelalu, që Allahu subhanahu wa taala të mëson që të mësojmë nga Kur'ani, të mësojmë nga hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lutim Zotin e Madh xhel xhelalu që Zoti jon te bareke ve teala, aty ku ja kemi çolluar, Allahu të na shpërblen, e ku që kemi gabuar, ka qenë prej me dhe për shejtanit. Lutim Allahun që Allahu të na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.